Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar 3984 kg produkte të miksuara bimësh të thata në një magazin në Tiranë, pas konstatimit të mungesës së etiketimit dhe informacionit shoqërues. Kontrolli u krye në ambiente të subjektit merja, ku inspektorët gjetën produkte të ambalazhuara në thas plastik, por pa të dhëna mbi afatin e përdorimit, origjinën dhe përbërjen. Për mosrespektimin e kërkesave të gjurmueshmërisë, subjekti u gjobit me 200.000 lekë. Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi gjithashtu mungesa e sistemit të vetkontrollit gjatë procesit të miksimit, çka solli një tjetër masë administrative prej 100.000 lekësh. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në kuadër të transparencës njofton se referuar një denoncimi të ardhur ka kryer kontroll në subjektin merja me adresë në lagjen Shkozë, Tiranë, ku nga inspektimi i kryer në ambientet e magazinës së subjektit u konstatuan një sasi prej 3984 kg produkte të miksuara, miksime bimësh të thata, të ambalazhuara në thas plastik, por të pa etiketuara, pa informacion mbi afatin e përdorimit, origjinën apo emërtimin e përbërjes. Mbi këto gjetje, trupa inspektuese mori masën e menjëhershme të bllokimit të kësaj sasie në ambientet e magazinës, si edhe veprime në kundërshtim me kërkesat e gjurmueshmërisë, ndaj subjektit u mor masa administrative gjob në vlerën 200.000 lekë. Gjithashtu nga verifikimi i dokumentacionit rezultuar se mungonte implementimi i sistemit të vetkontrollit, skedat e monitorimit gjatë procesit të miksimit, veprime në kundërshtim me parashikimet ligjore. Për këtë mangësi u mor masa administrative gjob në vlerën 100.000 lekë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit mbetet i angazhuar në terren për të ndaluar çdo praktikë që cënon sigurinë e produkteve ushqimore dhe fton qytetarët të vijojnë të denoncojnë për çdo parregullsi në emailin zyrtar info@aku.gov.al, thuhet në njoftimin e akuz.